solla 2 shembuj të cilat bë të gjitha sikur nuk i dëgjuat, për cilat kam pyetur një 10 veta që janë profesionist. Dhe i kam thënë, në qoftë se do ishe një prokuror dhe një gjykatës, do i fusje marrëdhëniet intime që s'kan lidhje në dosje? Më kanë thënë jo. Do e fusje episodin e ambasadës amerikane në dosje? Më kanë thënë jo. Ju këto bëtë... Po ku vërtetohet që ka marrëdhënie intime? Një minutë, më thuaj. Unë tani pastaj do më thonë këto... Se ky është një aludim, jo. Jo, s'është aludim, lexoje. Pastaj do çohemi ne me Klodin. Lexoje. Se del me këtë e pse del me atë, që si duen spakut fare. Dgjoj, zoti Rakipi. To bëtë sikur ja rua. Po sillet qëllimisht. Kjo është për mua fakti që ka në studio 2 gra. Tani mos ta banalizojmë çështjen. Dhe fakti që ka 2 gra dhe po i bëjnë oponencë. Atëherë lëm ambasadën amerikane. Ka lidhje me qenit grua apo burr? Jo, mërtir, ne nuk mund të bëjmë bryk topi për të sulmuar kërkën në çështje. Po le tani, se edhe kjo që thua ti tani nuk ka shumë. Po, zoti Rakipi, më lër ta mbaroj, nëse nuk më lë ta mbaroj. Po nëse është një problem, po filma shikon ti? Shikoj edhe filma. Po shikon edhe aktet e tjera i shikon. Se kjo nuk është seksizëm tani. Atëherë, ka një problem për duro. Spaku e ka futur ti tani, çfarë të mund shketi? Nuk e ka futur Spaku, mos zotri, e ka futur gjykata në vendim gjyqësor. Merremi pak edhe me gjykatën. Unë mendoj që thelbi është një. Se kjo po bën tani sikur. A përbën problem sipas jush? Ky është akti jashtëligjshëm. Për Bushatin dhe për Tirin dhe për mua dhe për të gjithë. Faktin që një kryetar bashkie inskenon sulme nga burgu ndaj njerëzve të drejtësisë. Unë mendoj që përbën shumë problem, apo jo? Pra, është në kushtet e izolimit, dyshohet për veprën penale të lutem të korrupsionit, për veprën penale të pastrimit të parave, dhe del ndërkohë te kartofoni burgut dhe thot, çoja një këtë gjë në redaktorit, ta shohi redaktori, kë do të godasim sot, si do ta bëjmë këtë, tek do ta bëjmë atë. Për mua, të ndështrimin tim. E ka shkelur ligjin në një minutë. E ka shkelur ligjin Spaku duke deklaruar dhe këtë që është dëgjuar aty për marrëdhëniet intime? Jo. Jo. Po ai s'ka në gjë pa thënë për gjyqtarin dhe për prokurorin. Atëherë dhe ky bën këtë njëjtën gjë. Se ti solla këtë shembull, do me thënë. Tani ti kërkon që Spaku të jetë Krishti dhe ky të jetë Juda. Po këtë po kërkon? Jo. Jo më shpjego mua. Ta dëgjoj. Jam dakord. Po, urdhro. Do marrim versionin tjetër. Që edhe Spaku djalli të jetë ky. Të sillet njësoj si Saliu, si Iliri, si Erioni, jeni me këtë standard. Unë jo pranoj dhe vazhdoj. Mo po bën të njëjtën gjë. Që Spak duhet të hetoj me prova dhe me fakte, dhe siguroj prova dhe fakte ndaj personave. Erion Veliaj që intimidon me media, ja dim se i dolën emrat. Top Channel i tha i, Carlo Bolino e tjere. Spaku, kë ka kamikaz vlla, se kamikaz të Saliut e dim, thonë Syri, bën politikën e Saliut. Spaku që bë ka këtë punë, kë ka kamikaz të vetë, se kamikaz të këtyre tjerve njofim. Po cilët janë kamikaz? Kush janë, bra? Ka. Cilët? Ka po s'ka? Gazetarët? Ka po s'ka? Po ku jo? Po pra, të gjitha ta që ulërisnin dhe në këtë studio, Beleri ka djegur flamurin, unë qire shajtosha, pun ka flamuri Beleri, jemi me emra konkret, pun ka flamuri Beleri me procesin e vjetës votave. Mos shko të Beleri, mo qëndrojmë këtu, të Erion Veliaj, ke emra mbi emra, ata të cilët kanë bërë gabime dhe kanë thënë gjërat pavërteta. Filloj nga të gjithja, pra nise nga ne këtu që jemi në studio. Hap Google-in unë. Po lëre Google-in në Bushat tani se po flitë në kamikazë. Filloj me emra konkret. Filani, Fisteku, nga aja të zhëja. Ska problem. Po pra emra konkret. Se kështu të marrësh e ti fusësh gjithë në një fest. Jo, se ti e thua aty. Për shembull thua. Nuk ja vlen të flasim me emra, me thon fenomenit. Një sekond. Gazetar kamikaz do aty. Po, gazetar kamikaz. Unë bëra një akt. Thash, unë jam viktima e parë e propagandës Spakut, që edhe unë e ëndra, kam bërë laj me titull. Të ke marrë vesh një lajm të takosh firmon. Pusho, një sekund, lutem. Një sekund, Klodi, të lutem, talem të flas. Urdhëro zotri. Ti je i pari që e ke ngrenë për këtë punë. Dhe pastaj u bëre naiv ti dhe pastaj korrigjove veten. Një minutë. Minutë, Klodi, lutem. Kohën ndjes publike. Bravo. E kupton? Ke bërgabim për mua. Po ti si kamikazi i Spakut. Një sekund. Si kamikazi i Spakut, ti je armiku një munje i Spakut. Po të bëjmë... Ti kërkon asgjësimin e Spakut. Sinqerisht nuk... Po të lëmë flasin. Jo, pra jo. Problemi kush është? Që edhe unë,
që jam kritik i SPAK-ut, propaganda e SPAK-ut është... Të mashtroj dhe ty. Do me thënë, unë si gazetar, vla, duhet që të thosha u zbuluan përgjimet që Velia i ndo e groposin, duhet lexoja... Po kush ishte burimi, më Bushat? Pyetja që ka... Po, mima, ty të udhim për marrëdhëniet intime, të rastit të këti, një sekund. Të udhim për marrëdhëniet intime, dhe nuk të udhim për marrëdhëniet intime të prokurorit, që u përmendë... Një minut, moj zonjë. O zonjë, një minut. Marrëdhëniet intime të prokurorit, nuk të kujtojtë që i bënë prokurorit për marrëdhëniet intime? Ka probleme me gruan e vetë, ndaj bëngë shumë, ndaj... Do bëhemi serios, pra... Po, unë serios po bëhem. Për mënyrën... Unë po përpikem të shoh të dy palët. Për mënyrën, si Erion Velia i bën politik, duke shpifur për ty, duke shpifur për Olë, duke shpifur për mua, kur ja do rasti, duke shpifur për Klodin, është e neveritshme. Këtë nuk kemi diskutim, prandaj tash për Velia... Po ndërkohë, jo e palikshme. Po kur SPAK-u bën të njëjtën gjë, ka bërë shantazh dhe denigrim. Dhe më shkruan tjetri që është jurist, sot nuk janë vepra penale. Dhe SPAK-u ishtë përgjigj me të njëjtën mënyrë në këtë rast. Të lutem. Sepse të zonja, po të Po flet për vepër penale, mo. Po pra nuk është. Bushat, nëse je në luft dhe tjetri të gjuan me automatik, ti çfarë do t'i bësh? Ti do thuash mua më mbron fryma e shenjtë e Jezu Krishtit, në këtë lloj sistemi po funksionon edhe gazetar kamikaz, kanë emra mbi emra gazetarët. Na i thot, kush gazetarët kamikaz? Kush e ka? Ai që bën veprimin apo ai që bën kundër veprimin? Patjetër që ne do ta shinjtëronim një institucion ose një prokuror nëse do ishte i tillë. Por në këto kushte nuk mbijeton dot. Nuk mbijeton dot. Edhe mbaja mend pas 11 majit se çfarë do bëhet dhe me SPAK-un, se e nisi Edi Rama. Ola, prokurori flet me prova dhe me fakte. Problemi është që Bushati ka përdorur termin gazetar kamikaz. Gazetarët kanë emra mbi emra. Me kontrollin e gazetarëve dhe shumë e thjeshtë. Kush është gazetari kamikaz që ka thënë faktet pa vërteta ndaj Erion Veliajt? Se kështu i bie. Futu në Google. O Bushat tani, po bën loj fjallësh. Që do bëj listën, unë janë 100, unë thash vetën time. Që bën një akus për një institucion duhet edhe ta provosh. Pastaj ju thoni duhet edhe ta provosh. A je gazetar, gazetari duhet ta provosh. Dakor, keni drejt vazhdo. Sa herë që s'ka usul kori. Minut. Ja filloi kori. Minut do ta dëgjojmë, po prit. Dëgjojmë Bushatin. Bushat, është shumë e thjeshtë. Pyetja e kolegeve të dy neve. Të ma thoni, po. Thonë, ti thua gazetare kamikaz. Gazetarja që merr pjesë intensivisht aty është zonja që kemi në krah. Po. Një minut. Zonja që kemi në krah. Tani, është Klodi gazetare kamikaz. E di pse thresë. Jo, unë e di pse thresë. Ti e di barabar me mua. Po këtë pyetje ke? Se Klodi është njëri, tani ta them për të parë, unë se kështë. Jo, të lutem. Njëri që nuk e pa korruptuar në planin e për mua. Dhe unë për këtë arsye thresë studio. Kjo doli dhe në përgjime që nuk merr lek. Këtë jemi... Ska lidhje kjo Bushat, s'ka marrë për gjyshi. Ne po flasim për fenomenin. Po atere që ka marrë kjo nga SPAK-u? Që ka marrë? Po flasim për fenomenin. Po ja më thuaj. S'ka lidhje. Ore më thuaj emrat e gazetarëve. Të cilët janë kamikazë të SPAK-ut. Ti e thua këtë gjë. Je përgjegjës më Bushat. Një sekond. Për këtë që thua. Në qoftë se unë them, fila ka politikanë që bëjnë këtë punë në Shqipëri, duhet të them pak në dy emra. Dy emra o zotësh. Ta thash. Me thuaj. Unë kur thash veten time nuk... Jo, jo veten tënde nuk e thua doti. Se s'ta pranon njeri. Me njeri tjetër... Po nuk ta pranon njeri ty. Po të them ti, në qoftë se ke kuriozitet, futu në Google tani live dhe thuaj përgjimet që do varrosin Veliajn dhe ke 20 tituj